Kryetari i Gjykatës së Lartë Sokol Sadushi dha sot një deklaratë para mediave për bilancin e Gjykatës së Lartë për vitin 2025. Stoku i dosjeve është ulur në 61%, duke treguar përmirësim në menaxhimin e ngarkesës të ai, por u tregua kritik sa i përket reformës në drejtësi, pasi sipas tij nuk po funksionon siç duhet. Sadushi nënvizoi se bashkëpunimi ndërkombëtar është rritur dukshëm, por paralajmëroi se çdo ngarkesë e krijuar në shkallë të parë dhe apel mund të bëhet problem për gjykatën e lartë. Sadushi u ndal edhe te kodi penal, ku tha se ka nevojë për një diskutim shumë më të gjerë, pasi është akti më i rëndësishëm pas kushtetueses. Rezultati i arritur është produkti një volumi pune të jashtëzakonshëm, i disiplinës institucionale dhe i një strategjie të qëndrueshme. Kështu në 5 vitet e fundit janë dhënë 39.269 vendime, duke e reduktuar backlogun në 14.081 çështje. Vetëm gjatë vitit 2025 janë dhënë 6.876 vendime, për cilave 2.506 nga kolegji administrativ, 2.395 nga kolegji civil dhe 1.975 nga kolegji penal. Këto shifra nuk përfaqësojnë një normalitet gjyqësor, ato janë stërmundim profesional dhe dëshmi se gjykata e lartë ka ruajtur funksionimin e sistemit nën presion të vazhdueshëm strukturor. Vijon të mbetet problem serioz cilësia e dobët e rekurseve. Nuk ka kaluar testin e pranueshmërisë 60% e rekurseve në kolegjin civil, 71% në kolegjin administrativ dhe 82% në kolegjin penal. Përjedhoj, koha gjyqësore po shvenzohet për ankime që nuk plotësojnë standardin ligjor të gjykimit kasacional. Në këtë atmosferë presioni strukturor, Gjykata e lartë ka garantuar funksionimin e sistemit përmes përgjegjësisë institucionale dhe punës intensive, pavarësisht mungesës së kapaciteteve reale. Kjo është sfida thelbësore e drejtësisë sot, jo thjesht të funksionojë fal përpjekjes së jashtëzakonshme të njerëzve që e mbajnë në këmbë, por të garantojë që ky funksionim të jetë i qëndrueshëm. Një sistem nuk mund të mbështetet pafundësisht në sakrifica individuale. Pa politika për njerëzit, pa investim në kapacitetet njerëzore dhe pa vizion afatmesëm, nuk ka drejtësi që reziston. Pjesa më problematike e reformës në drejtësi e zbatimit të saj është gjykimi në kohë i çështjeve. Pra, apo problematika është tejkalimi i afateve të arsyeshme. Kjo është shumë e vërtetë dhe kjo vjen për shkak të numrit të pakët të gjyqtarëve dhe të prokurorëve dhe të numrit të pakët të stafit përkatës.